Mirëmbrëma qendrështar që s'u dorëzut kurrë. Mirëmbrëma dhe gjithë ju që me zemre me shpirt doshit ishit tu, po u dobut nga shteti juaj. U dobut nga shteti juaj nga krika e rilindjes me Edi Ramën krye. Është fakt që mbi 1.6 milion shqiptar sot janë jashtë Shqipërisë. Është fakt që 1 ndër 5 shqiptar që sot është Shqipëri po mendon të largohet. Gjithë kjo për shkak politikave që ndjek Edi Rama dhe rilindja. Politika që bazohen në shpopullim dhe abuzim pasurive publike. Kujdes, to abuzime në lek, sa do kolosale janë, nuk janë thjesht abuzime në numra, por janë abuzime që të çojnë shkolla pa nxënës. Janë abuzime që të çojnë në spitale pa mjekë pa ilaçe. Janë abuzime që të çojnë në pronar pa prona. Janë abuzime që të çojnë në ekonomi pa të ardhme. E për gjitha këto, ka një emër, ka një përgjegjësi, dhe ky është Edi Rama. Një orë më parë, neve duhet t'i themi këtij njeriu që kishte pushtet absolut 13 vjet, që sot nuk ka më justifikime. Sot nuk ka më fajtor, nuk ka kush i ha më darda pas shpinek. Kur ke të gjithë pushtetin, ke dhe të gjithë përgjegjësinë. Dhe ne sot ne mund të flasim për dështimin e qeverisë në shtetësi, mund të flasim për dështimin e qeverisë në arsim, mund të flasim për dështimin e qeverisë në siguri publike, në siguri rrugore, në siguri ushqimore, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër korrupsionit, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër narkotrafikut. Por nuk ka akuzë më të madhe historike për një qeveri se sa populli kur ikën. Kur populli të largohet, kur populli shkon rrugëve të botës, kjo është akuza më e madhe publike shpopullimi këtij vendi. Këtu jemi të gjithë qartë miq. Nuk kemi ardhur rastësisht, kujtojmë pak ku ishim përpara e ku jemi sot. Unë kujtoj një vend që kishim 2 fjalë, nën dhe baba. Sot kemi prindin 1 dhe prindin 2 sipas asaj qeverie. Kujtoj unë një vend ku kishim 2 gjini, mashkull dhe femër. Sot kemi 10 gjini që na flet kjo qeveri. Kujtoj një vend ku ne kishim pronat tona, tokat tona. E sot ne kemi qeveri që flet për ish pronar. Kujtoj një vend ku neve ndërtonim rrugë kombëtare të sigurta, me rëndësi gjeostrategjike. E sot qeveria ndërton e abuzon rrugët tunele që bien brenda vitit. Kujtoj një vend i cili hoqi vizat me vendet e Bashkimit Evropian, u bë vend antar i NATO-s. E sot kemi një qeveri që shpërndan certifikata sigurie kombëtare bandave. Ky është realiteti. Kjo ishte e pa imagjinueshme. Pa imagjinoni juve ku ishim përpara? Absolutisht po. Ne kemi arritur këtë përpara. Imagjinoni të rikthehemi vlerave. Ta kthejmë Shqipërinë në vlerën e familjes, ta kthejmë Shqipërinë në vlerën e shoqërisë, ta kthejmë Shqipërinë në vlerën perëndimore europiane. E të rikthejmë ato 10 mijëra e 100 mijëra emigrante të rinj që i hikën, siç kemi bërë dhe më përpara. Po kjo vetë ndodhet me një hall të parë. Në radh parë duhet largohet rilindja, Edi Rama, ky vend këtu duhet çliruar një orë më parë. Me përndryshe asgjë tjetër s'është e mundur. E jo vetëm ne mund ta imagjinojmë këtë, po un kam këtu para syve të mi 10 burra dhe gra, që jo vetëm e imagjinojmë, po me besimin e tyre, me forcën e tyre, me kurajin e tyre, me përpjekjet e tyre, ata mund të arrijnë, e mund të arrijnë për ju, për familjet tuaja, për brezat që vinë për gjithë Shqipërinë. Zbashku po qëndrum, Shqipëria fiton. Zbashku po qëndrum, Shqipëria shkon përpara. Hajde të bashkë ta bëjmë këtë Shqipëri.